Pas humbjes së thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, një nga figurat e para dhe më të spikuatura që u tërhoqën nga Partia Demokratike pas 35 vitesh karrierë, sidomos në qarkun e Korçës, ishte Edmond Spaho. Spaho njoftoi tërheqjen nga politika aktive pas rezultateve të 11 majit. Spaho ishte në listën e hapur në Korçë, natyrisht i pamundur të marrë një mandat deputeti, pasi Partia Demokratike siguroi vetëm kandidatët e listës së mbyllur. Në një postim në rrjetet sociale shprehet se është i shokuar për rezultatin që mori opozita dhe Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Jam i shokuar me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Këto zgjedhje ishin të fundit të karrierës time aktive në parlament. Dëshiroj të falenderoj pafundësisht familjen time për sakrificat e mëdha që ka bërë gjatë 35 viteve për të më krijuar mundësinë të ndiqja pasionin tim. Falenderoj antarët dhe simpatizantët e degës së PD-s Maliqit dhe të qarkut Korçë për mbështetjen e vazhdueshme që më kanë dhënë. Pa ata nuk do kisha arritur asgjë në politikë. Dëshiroj të falenderoj me shumë mirënjohje qytetarët që më besuan dhe votuan gjatë 35 viteve dhe t'ju kërkoj ndjes që nuk munda të bëj edhe më shumë për ta. I uroj Partisë Demokratike të gjej forcën për të kaluar gjendjen e rëndë ku ndodhet dhe të arritë të rikthehet në shpresë për Shqipërinë. Ndërsa përfaqësuesit e tjerë të Partisë Demokratike, duke nisur nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, vijojnë të akuzojnë mazhorancën për vjedhjen e votave në lidhje me humbjen e tyre të thellë në këto zgjedhje. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, një ditë më parë, në mbledhjen e organizuar nga Berisha me drejtuesit politik të qarqeve, u shpreh se votat janë vjedhur dhe zgjedhjet e 11 majit janë një masakër. Rriten vjedhjet pafund, rritet krimi pafund. Qeverisja shkon 0 dhe këta shtojnë votat. A mund ma shpjegoni ju që pyesni demokratët në zgjedhje zoti Noka? Përveç atyre që kanë bler kartat këta. Kanë bler 10 mijëra karta për të netur qytetarët në shtëpi. Më thoshte një miku im, zotëri do të ngremi shtet paralel thua ti. Një miku im, kryetar i një dege në, po ja them në Selenis, po e pyesja për një fshat që unë njoh që janë të djathtë ekstrem. I thash si shpjegohet? Flamur. I tira gjithë ditën në telefon, tha. S'më erdhën votime. Kur nesi takova njëri nga atarët e fisit, Flamur, tha. Më erdhën dhe më dhanë 10.000 euro. Nuk më kërkuan votën, më thanë rri shtëpi. Ku i kam parë unë herë 10.000 euro, tha. A e kuptoni jo apo jo? 10.000 euro për një votë? Jo, për fisit. Ndërkaq kujtojmë se në zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike ka arritur të sigurojë vetëm 50 mandate, kundrejt 83 mandateve të siguruara nga Partia Socialiste.